Zëri I zemrës së varrosur vëllimi 2 Roland Rizea. A keni dëgjuar ndonjëherë për pyllin e vogël ku luleborat u spërkatën me gjakun e fëmijëve? A mund ta imagjinoni se çfarë mendon një lule kur ndihet e njollosur me gjakun e një fëmije? A mund ta besoni se ata I sollën tokës së tyre të trishtuar zemrën e tyre si ofertë? A keni menduar ndonjëherë për lule të braktisura apo engjëj të masakruar? A do t'ju kishte pëlqyer të rini te koka në orën e vdekjes? Të shihni se si e pin vesën nga lotët që nuk I kanë qarë më. Është si një histori të cilën toka e mban në heshtje, si një fëmijë të vdekur. Një këmbane thyer që bie, tamam si një liturgji vdekjeje. A keni parë një kafshë të plagosur se si vrapon në heshtje drejt varrit? Apo një zog të plagosur të shohësh se si e kërkon vetë qiellin? Dhe nëse ul ballin më shumë, do të dëgjosh se gjithçka që është e bukur dhemb. Dhe ndjen zemrën e tyre duke rrahur nën tokë, ngadalë, si një zemër që refuzon të vdes. Zemra e tyre e vogël duke u dridhur si një kafshë plagosur që përgjërohet. Mos më lër vetëm nën. Të kishe parë se si lotët binin në tokë si rrahje të një zemre të humbur. Fëmia im, të lutem. Eja tek unë. Çdo mbrëmje këto lule mbyllen si një plag, një dhimbje që ka mësuar të hesht. Do të besoje se bukuria është më e buta ndër dënimet. A të jetë e vërtet që era ndonjëherë frym për të zgjuar vdekjen, por të jesh I dobishëm për jetën? A nuk do të thotë të vësh në lëvizje shpirtin në përputhje me natyrën? Atëherë pse nënat I therasin natën fëmijët e tyre të vrarë? A keni dëgjuar ndonjëherë në orët e natës britmat e nënave, fëmijët e të cilave janë vrarë? Po, mik, nënat natën therasin fëmijët e tyre të vrarë. Nëna që e mbante fëmijën e saj shtrënguar në gjoks, tani nuk mund ta shtrëngoj më në zemrën e saj. Ai ndodhet tani larg në një varr. Shpesh netët bëhen një altar I mallit, ku zërat e nënave shndërrohen në këngë. Por çfarë mendoni për fëmijët e luftëtarëve të vrarë? A mendoni se ata do të ngrihen dhe do të kërkojnë llogari atyre që janë ngarkuar me mallkimin? Lexues, a e ndjen edhe ti dorën e ftohtë së kaluarës son, që del nga varri I paraardhësve tan? A keni dëgjuar për ata që I sollën tokës son të trishtuar dhe të munduar, zemrën e tyre si flijim? Ata që betoheshin se do ta donin me besnikëri deri në vdekje, me gjithë barën e saj rënduese, dhe nuk do të përbuznin asnjë nga të fshehtat e saj. Kështu, ata lidheshin me të përjet. Ata thanë se do ta spërkatnin me gjakun e tyre dhe I kërkuan që t'i pranonte trupat e tyre si varr. Nuk besoj se ka ndonjë varr të mbyllur aq mirë sa të mos depërtoj mallkimin në të. Thuhet se trupi nuk duhet të ndjek dëshirat e tij në dëm të shpirtit. Por, o Zot, çfarë të bëj? Të iki nga jeta, ta këndoj atë, apo ta qaj? Si t'i vëlak dhimbjes? Jeta ime, e kam të gjithën para syve tani. Ajo që më ka mbetur I përket më shumë vdekjes. I mbërthyer në vuajtje për një jetë të tërë, në fund të dëshirës sime. Tani besoj se më ka mbetur vetëm laku. Po, vdekja ndonjëherë me të vërtet është një ushqim që duhet gëlltitur pa u përtypur. Duke jetuar jetën tani duhet ta humbas atë në harres. E di tani se dhurimi I lirisë së dukshme është në thelb shtypja e lirisë së tanishme. Nuk është asnjë kënaqësi të di se si fëmijët ecnin me hapa të mëdhenj drejt varrit. Në kulmin e dhimbjes ndihmoje shpirtin tënd të gjejë ekuilibrin. Por mos e urdhëro klithmën të dalë, por lejoje atë. Por mos harro, vetëm aq sa të lejon litari. Zot, mendja ime nuk u bindet më arsyeve të zemrës. Zemra e shtrënguar nga pikëllimi, nuk mund t'i vijë më në ndihmë mendjes. Të menduarit nuk mund t'i zgjidhë më kontradiktat e shpirtit tim. Gjithçka është e rregulluar vetëm në dukje. Si një gjykat, ndërgjegja më nxit, më thërret, më dërgon te vetja. Më qorton se e bëj mirësinë me forcë. Peshorja e jetës tani më manovrohet vetëm nga fuqit të çmendura. Zot, jo dyshimi, por siguria po më çon drejt çmendurisë. Si mund të tërhiqem nga jeta? E duroj gjithnjë më rënd likuidimin e jetës brenda meje. Nuk ka mirësi në dinakëri. Të menduarit na punon rrengun më të shëmtuar. A nuk e shihni karemin te dhurata? Mendja është thjesht një makineri për të prodhuar fatkeqësi. Besoj se kam tradhtuar pa dashje thelbin e natyrës sime. Sinqerisht, për të kuptuar mu desh të shkatërohesha plotësisht. Thelbi I jetës sime po sitet tani përmes furrës së tmerrit. Nuk mund të përleshem më me faktet e dukshme.
Kënaqësia nuk është gjë tjetër veç se një stimulues për të duruar vuajtjen. Të menduarit. Ky paragjykimi kufizuar është bërë i burgosur i ndjesive të mia. Që tani e tutje, gjithë rëndësinë e jetës do të më duhet ta jetoj në heqje dorë. Pse fryma bashkon ndërsa shpirti ndan. Arsyeja ime tani është e mashtruar, hyn e maskuar në ndërgjegje. Krijon emocione, i manipulon ato me dinakëri. Arsyeja nuk më ndërhyn më tani, përveç se në momente udhëkryqi. Gjykata e ndërgjegjes si me lëkundet. Kam qenë përjetësisht i shtyr nga instinkte endacake. Çfarë të bëj? Të hyj plotësisht në shqyrjen e brendshme, apo të shkoj drejt likuidimit total? Nëse dua të kuptoj njerëzisht, më kaplon tërbimi. Meqense e kam të pamundur të arrit e njohja, duhet të filloj të shkruaj. Nuk më pëlqen të marr frym nga paragjykimi. Ata prish në mendje beslidhjen time me jetën. Është tjetër gjë ta shohësh dritën e ditës si